që në kuptimin e përgjithshëm mbetja e institucioneve të shtetit jashtë rolit të tyre do thotë ka bërë që ne sot kemi një situatë tere delikate në arenën ndërkombëtare politike të vendit. Sot jemi nën sanksionet Bashkimit Evropian. Sot shumë shtete mike do thotë ne kanë mbyllur portat e bashkëpunimit dhe komunikimit. Sot marrë në tërësi kemi rreth 1.5 miliard euro fondet Bashkimit Evropian dhe fondet që kemi mund të thirrëm nga projekte të ndryshme të projektit të rritjes së BE-s, që praktikisht institucionet e shtetit nuk kanë qenë të afta të thithin ato fonde apo të liferojnë. Në anën tjetër kemi blokad të fondeve nga Bashkimi Evropian. E tash së fundmi, do thotë kemi të panënshkruara, të pa ratifikuara në Kuvend Kosovës edhe një numër të caktuar të marrëveshjeve ndërkombëtare që po ashtu kanë, si më thënë, ndikim direkt në ekonomi dhe në fondet tona. Gjitha këto kanë bërë që Kosova ekonomikisht jetë shumë më adopt. Shkalla e inflacionit mujt e fundit nga enti statistikat Kosovës tregon një rritje shqetësuese. Çmimet e energjisë po ashtu po rriten në mënyrë shqetësuese. Shkalla e importeve nuk ka qenë asnjëherë në historinë e vendit më e lartë. Në anën tjetër do thotë kategoritë e pagave, meditjeve dhe shumë sektorëve tjera që nevojlit që të kenë, si më thoni, trend tjetër, nuk kanë qenë të ndryshueshme. Investimet kapitale kanë rasi kur më parë, shkalla atyre e realizimit praktikisht. Në anën e problematikave të arsimit të shëndetësisë kena situatën krejtësisht të palevizshme, për mos me thonë, asnjë sektor nuk është prekur nga dora shtetit. Dhe ekonomikisht do thotë jemi keq. Sigurisht që vështirësitë do të jenë hala më të mëdha sepse nuk shohim vullnet politik të kryeministit Kurti, sepse atje kemi një personalitet i cili gjithçka në këtë 8 muaj ka sjellur për të arritur në mojet e pushtetit dhe për të vazhduar mandatin jashtëligjshëm të këtyre institucioneve që realisht janë. Sot ne kemi ministra dhe deputet që mbajnë ka 2 pozita. Sot ne kemi institucione që janë krejtësisht të monopolizuara apo të, si më thotë, pushtuara jashtëligjshëm. Dhe në këtë realitet politik dhe ekonomik të menaxhimit të shtetit, fatkeqësisht do të vazhdoj spaku për një 2 muaj sipas kësaj logjike. Sepse nëse ne i mbajmë zgjedhjet tash, do të formimi institucioneve mund të shkojë deri në muajin shkurt mars. Dhe kjo do të ishte përsëri goditje edhe sociale, edhe politike, edhe ekonomike për Kosovën.